Atëherë zgjedhjet u bën, numërimi është drejt fundit dhe pak a shumë ne kemi të qartë dhe tablon e rezultateve të këtyre zgjedhjeve. Shqiptarët kanë vendosur që t'i japin për herë të katërt mandatin për qeverisur Partisë Socialiste dhe Edi Ramës për të qenë kryeministër, duke e bërë atë një kryeministër, domethënë 16 vjeçar në pushtet. Pra, Edi Rama ka qenë në vitin 2013 që qeverisë Shqipërinë. Mirë po, unë kam dëshirë sot të bëj një analizë krejt të ftohtë për këto zgjedhje, duke thënë dy fjalë edhe për Partinë Socialiste, por edhe për Partinë Demokratike, për gjitha arsyet se pse e kanë çuar Partinë Demokratike në humbje. Por dua të përmend këtu edhe disa element për këto partitë, le të themi, të vogla apo të reja, të cilët nuk ja dolën të merrin më shumë se sa nga një mandat. Duke filluar me Partinë Socialiste. Partia Socialiste është partia e cila erdhi në pushtet në vitin 2013 me një vot prej 1 milion shqiptarësh e votuan Partinë Socialiste bashkë me LSI-n për të qenë pushtet, dhe tani ajo papritur, edhe pse ka marrë më pak vota se në 2021, ajo përsëri fiton 10 gati 8 apo nuk e di, 8 apo 10 deputet më shumë se në 2021. Ç'është ky kod zgjedhor? Ç'është ky kod elektoral që edhe pse ajo nuk merr atë sasi votash, ndoshta merr pak më pak, ajo fiton 8 ose 10 deputet më shumë. Ose më saktë, çfarë ka bërë Partia Socialiste për të qenë pushtet edhe një mandat tjetër? Ka bërë mrekullira, ka bërë jeta është më e mirë se para 4 vitesh, jemi më të pasur, pra mirëqenia është rritur apo jo? Njerëzit po ikin apo po rrinë? Dhe gjitha këto pyetje më çojnë mua dhe shumë analiza që kam dëgjuar lart e poshtë që kjo fitore është pak e çuditshme, se mund të ishte e pritshme që deri diku ti fitonte këto zgjedhje, por që ti fitonte me një diferencë kaq të madhe ishte e papritur dhe pak e çuditshme, me thënë drejtën. Megjithatë, fituesi nuk gjykohet. Fituesi duhet analizuar dhe mbase mund ta gjykojnë ose mund ta analizojnë ata që janë kundërshtarët e tij. Por ne që e shohim gjën nga jashtë, na duket pak e çuditshme. Megjithatë, ajo parti ka fituar, do ta qeverisë Shqipërinë edhe 4 vite të tjera dhe shpresoj që të jenë të gjithë të kënaqur me këtë. Për të hedhur pastaj tek pjesa e opozitës. Partia Demokratike nga ana e saj ka bërë një fushat deri diku interesante. Unë personalisht nuk kam qenë shumë i kënaqur me fushatën e Partisë Demokratike, megjithatë ka shumë zëra që Partia Socialiste fiton sepse kishte një PD të dobët përballë. Mund të qëndrojë edhe kjo, secili ka mendimin e vet, por mos harrojmë që Partia Demokratike vjen nga disa vite gati shkatruese për të. Pra, njëherë me vul, njëherë pa vul, njëherë me kryetar, njëherë pa kryetar, njëherë kthehet kryetar, jo non grata, jo arresti shtëpisë, kështu me radhë. Pra, vjen nga një kalvar pak i çuditshëm veprimesh apo ngjarjesh për një parti politike. Megjithatë, kjo nuk e justifikon këtë humbjen. Partia Demokratike i ka humbur këto zgjedhjet. Dhe këtë do ta themi qartë, i ka humbur dhe unë mendoj se arsyeja kryesore pse Partia Demokratike i ka humbur këto zgjedhje është organizimi. 1. Partia Demokratike çalon organizim. E para, e dyta, janë njerëzit. Unë mendoj se vitrina e Partisë Demokratike duhet ndrruar komplet, duhet ishte ndrruar me kohë në fakt. Flas për njerëzit që dalin në plan të parë, të cilët fatkeqësisht kësaj radhe ishin në listat e mbyllura dhe fatkeqësisht kësaj radhe nuk kanë bërë asnjë kokër pune gjatë fushatës. Përkundrazi, këta që ishin listat hapura ishin emra më të ri, fytyra më të reja dhe punuan më shumë. Mirë, por nuk e kishin përvojën e dur për të bërë fushata në terren, siç e kishin këta që nuk punuan fare, këta që ishin listat mbyllura. Dhe kjo e ka penalizuar Partinë Demokratike pafund, mendoj unë. Ky është, si thosh, elementi më penalizues i Partisë Demokratike dhe për këtë arsye shqiptarët kanë menduar që Partia Demokratike nuk duhet vinë pushtet. Shpresoj që nga sot e tutje të ketë një reflektim nga eksponentët e Partisë Demokratike për të përmirësuar, si thosh, e para brumin e brendshëm dhe e dyta performancën dhe kontaktin me publikun, sepse zgjedhjet e tjera vinë prapë. Kam fjalën që mund të ketë një rotacion të njerëzve që janë sot sekretare, kryetare, nga këto degve apo drejtuesit politik qarqeve që kanë
dështu 80% e tyre, përveç, po them, Shkodër, Kukës e kështu me radhë, pjesa tjetër janë dështim total, dhe mendoj që duhet ketë rotacione në këto organika, që atëherë Partia Demokratike të futet në një riciklim, apo në një riciklim, por në një riformatim që mbase do t'i bënte mirë për zgjedhjet e ardhshme. Për sa i përket këtyre partive të vogla, merri shumë keq që disa prej tyre nuk arritën të bëheshin, po them, personazhe apo protagonistë të këtyre zgjedhjeve. Nga njerë më shkon në mendja që mund të bëheshin, pastaj nga fundi edhe unë e kuptova që partitë e vogla apo liderat e partive të vogla, e të reja, nuk do jenë protagonistë në këto zgjedhje, sepse tashmë ky elektorati jon apo populli jon është i fiksuar mbas 2 të mëdhajave, dhe kjo është pak po e sigurt. Dhe në këtë kuptim, tyre të rejave do t'i duhet shumë punë për të bindur një elektorat i cili është gati konservator në atë që mendon, pra nuk i ikën çdo që ti thuash, nga njerë nuk dëgjojmë as programet se ç'a janë, as mendimet, as analizat, por thjesht votojmë, hajde se do ja jap votën këtij pikë, tjetë si tjetë. Dhe kjo është një gjë që ndoshta na ka bërë dëm në përgjithësi, në jetën tonë elektorale, po themi, por që ja ku jemi këtu. Dhe shpresoj që partitë e reja që ishin kësaj rrade të reja të kenë fituar eksperiencën e duhur që në zgjedhjet e ardhshme të jenë akoma më protagoniste. Tani, au vodhën këto zgjedhje, au manipulun këto zgjedhje, au tjetërsu kjo vot, au shantazhu njerëz, të gjitha mund të kenë ndodhur, po, patjetër. Ka ndodhur, edhe fryrja e administratës ka bërë punën e saj, edhe falja e gjobave është një lloj blerje, edhe ku diun rritja ndonjë pensioni, ndonjë bonus i kështu, edhe ajo është një lloj blerje, një lloj intimidimi, sepse bëhen gjitha përpara votimeve. Në këtë kuptim po ka patur. Në këtë kuptim zgjedhjet në Shqipëri vazhdojnë të mos jenë zgjedhje normale siç janë në çdo vend të Europës. Vazhdojnë të kenë probleme. Sigurisht ka probleme në dukje më të vogla, por në rrogos janë më të mëdha, por të paktën publiku nuk shikon gjëra të vogla, për ndonjë zëng diku kështu. Por në këtë vend ka shumë probleme. Emigrant pafund janë shprehur se nuk kanë besim tek vota që kanë hedhur në zarf, sepse mund t'i lexohet, mund t'i duket, mund të merret informacion për ta. Dhe di shumë prej tyre që kanë ardhur në Shqipëri dhe kanë votuar dorazi, sepse nuk kanë patur besim të votojnë me post. Nga ana tjetër në Shqipëri këtu edhe këtu ka patur probleme, por megjithatë problemin kryesor nuk e kanë zgjedhjet, e kanë njerëzit. Njerëzit që merren me këtë punë. Liderat e partive, eksponentë të ndryshëm partive, të cilët na propozojnë akoma një politik bërje pak primitive, me thënë drejtën, të cilës i ka kaluar koha këtu e 20 e sa 30 vjet përpara. Kështu që shpresoj që zgjedhjet e ardhshme të jenë akoma më të mira, më cilësore, dhe shpresoj që pa dashur të fajsoj apo të gjykoj vendimin e popullit apo të publikut, shpresoj që her pas here t'i vëmë gishtin kokës edhe të mendojmë, a e meriton dikush apo dikush tjetër një pushtet kaq absolut? Unë besoj që nuk e meriton, sepse është shumë i rrezikshëm. Pushteti absolut në dorën e njëshit është i rrezikshëm. Ciao.